një figurë të jashtëzakonshme, përkthyes, mësues, patriot, firmotari i aktit të pavarësisë, politikan, teolog mbi të gjitha, një opozitar i jashtëzakonshëm, një satirist i jashtëzakonshëm. Është personazh i rrallë. Unë fakt kisha, para se të na propozon të Adi, unë isha marrë pak me figurën e Ibrahim Dalliut, sepse tek dokumentari Tirana e Zotnive të Papërkullur është edhe pak histori e Ibrahim Dalliut e Hafizit. Dhe me propozimin që na bëri Adi, në një moment ku ai e pa që ne mund ta çonim në fund këtë projekt, u bashkuam bashkë me Sokolin, bashkë me Zenita Farkën, dhe them se kemi bërë një dokumentar ku tregohet pjesa kryesore, ose pjesa më e madhe e historisë tregohet nga vetë Ibrahim Dalliu. Falë edhe të një ndërshkrimi të rrallë që kemi gjetur kohëve të fundit në Arkivin e Shtetit, ku është jetë shkrimi. Pra në Arkivin e Shtetit kishte edhe dokumente që ishin të panjohura edhe për studiuesit? Kreti panjohur ishte ky dokument. Ku gjetë dokument? Dhe ky dokument duhet të thënë që është gjetur në Arkivin e Shtetit pas një indicie